Gazetari Lirim Mehmetaj nuk ka shprehur pritshmëri nga takimi i përbashkët i liderëve politik në presidencën e Kosovës. Takimi sipas tij është thirrur me urdhrin e Albin Kurtit ndaj Vjosa Osmanit. Kjo e fundit të ai është e nënshtruara e tij dhe se krejt kalkulimet e kësaj kanë qysh me mbajtjen në disponim të Albin Kurtit. Osmani ka fuqi të huazume. Fuqia e saj vjen nga raporti me Albin Kurtit. Kjo ka fuqi ai sa i jep Albin Kurti. Takimi nuk e ka thirrur kjo, por e ka thirrur Albin Kurti. Qysh e dini ju, vetë se nuk i pëlqen nga Albin Kurtit blerimi Sufaj për krye prokuror, kjo nuk e ka pranuar me dekretu. Kjo më 2019 ka hupur pak ndaj Albin Kurtit dhe në vend që me u bë kundërshtare politike, kjo ju nënshtrua që me shku sa më shpejt te burimi i parave dhe u bë me të. Nga ai moment kjo është e nënshtrume. Kalkulimin e ka krejt me mbajtjen në disponim Albin Kurtit për to. Takimin që ka thirrur është urdhri i Kurtit. Cili o modeli i saj për zgjedhjet? Kur kjo është veç me ju mundsu takim Albin Kurtit. E thjesht është kjo s'fol aty, veç për shëndetje, mirë se ardhshit, urdhno Albin Kurti. 11 herë ka shkel kushtetutën, asnjëherë s'ka dalë me thanë keq është.